Bëhet fjalë për robotët që tashmë besoj të gjithë kanë filluar në një formë apo në një tjetër, me opsione të lira dhe të gjendshme kudo në industrinë e robotikës, kanë filluar të marrin edhe njerëz të ndryshëm, ndoshta ato robotët për pastruar shtëpinë. Megjithatë, në këtë rast nuk po flasim për një robot të zakonshëm, flasim për një robot i cili ka kaluar një vit testime në kushte reale prodhimi dhe është roboti i kompanisë amerikane Figure, i cili ka bërë publike edhe rezultatet e përdorimit të robotit humanoid të tyre në fabrikën e makinave të BMW-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky projekt 11 mujor konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt futjes së robotëve humanoid në linjat aktive të prodhimit industrial përtej fazës eksperimentale. Vetëm 6 muaj pas nisjes së projektit, roboti u dorëzua në fabrik për testime, ndërsa brenda 10 muajsh roboti u integrua plotësisht në një linjë montimi funksionale. Ai ka punuar çdo ditë nga e hëna në të premte, në turne 10 orarësh, duke u bërë pjesë e përditshme e procesit të prodhimit. Dhe gjatë kësaj periudhe, roboti arriti që të ngarkonte mbi 90.000 pjesë metalike, realizoi më shumë se sa 1250 orë pune dhe kontribuoi drejt për drejt në prodhimin e mbi 30.000 automjeteve BMW X3. Në total, ky robot ekzekutoi mbi 1.2 milion hapa brenda ambientit të fabrikës, duke treguar qëndrueshmëri dhe përshtatje të vazhdueshme. Detyra kryesore e tij ishte ngarkimi i pjesëve të llamarinës, një proces i zakonshëm në industrinë automobilistike, por që kërkon shpejtësi dhe saktësi të lartë. Performanca e tij u vlerësua sipas 3 treguesve kryesor: koha e kryerjes së veprimit, saktësia e vendosjes së pjesëve dhe nevoja për ndërhyrje nga punëtorët njerëzor. Sfida më e madhe patjetër që ishte vendosja e pjesëve me një tolerancë shumë të vogël, vetëm 5 mm brenda më pak se 2 sekondash, pa ndikuar negativisht në ritmin e prodhimit. Kështu që kush e merr një model të tillë makine të prodhuar gjatë vitit të fundit, do të jetë një model i krijuar nga një robot, një model i cili me sa duket na çon më pranë idesë se robotët nuk mund të zëvendësojnë njeriu, sepse patjetër ka nevojë për një dorë që i drejton dhe një mendje që i drejton, por mund të jenë shumë të mirë për të automatizuar procese që deri dikur ishin të lodhshme, duke shmangur kështu gabime, duke reduktuar kostot dhe duke bërë punën shumë më të thjeshtë nga sa ka qenë më herët. Një situatë e cila besoj, nëse tashmë na duket e jashtëzakonshme, në një të ardhmen të afërt do të jetë pjesë e realitetit të ri, një realiteti që ne po mësojmë ta pranojmë ditë pas dite me zhvillimet që sjell teknologjia dhe konkretisht përdorimi i inteligjencës artificiale. Shumë çka është bërë tashmë më e thjeshtë dhe më praktike, duke tjetërsuar në një lloj forme edhe mënyrën se si njeriu punon. Tani është momenti që nga këto lajme që lidhen pikërisht me lajme të bujshme, me ngjarje të bujshme, sikurse ishte edhe kjo e fundit për robotin që arriti të punonte për 11 muaj, 10 orë në ditë pa u ankuar dhe pa u lodhur.